Dritan, një nga lajmet që vjen është që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të instalojnë atë raketën hipersonike Dark Eagle. Dark Eagle, çka e bën sipas komentatorëve që kam lexuar, e bën lojën në lindjen e mesme, sidomos në raport me Iranin, e komplikon shumë sepse janë raketa hipersonike me rreze mbi 2000 kilometra. Nuk komplikon asgjë. Vetëm vërteton një gjë që futja e kësaj rakete do thotë që Amerika sërish do ta sulmojë Iranin. Pra do të kemi edhe një sulm ndaj Iranit. Qoftë ky toksor ose ajror, pa edhe sulmi toksor do të shoqërohet me një sulm ajror, sepse nuk mund të jetë vetëm sulm toksor pa një sulm ajror, sepse çdo lloj sulmi toksor do mbulim nga ajri. Këtë arsye do të ketë. Dhe dislokimi i këtyre raketave do të thotë që kanë foto aty regjia. Patjetër do të kemi një sulm. Vendosja e kësaj nuk ndryshon asgjë, pra ata komentatorë që kanë thënë vazhdojnë atë vazhdën për të krijuar idenë se kemi këto armët e mrekullueshme, të cilat nuk ka armë të mrekullueshme. Dark Eagle, çfarë është Dritan? Nuk ka armë të mrekullueshme që të bëjë ndryshimin. Dark Eagle është një raketë hipersonike, e para raketë hipersonike e llojit të vet që Shtetet Bashkuara të Amerikës po prodhojnë. Po prodhojnë tani? Po prodhojnë tani, është në fazë eksperimentale akoma, pra nuk është se ka kaluar. E ka rrezën diku rreth 3500 kilometra. Një raketë kushton $15 milion, pra vetëm këtë duhet keni. $15 milion. $15 milion. Koka eksplozive e saj nuk mund të mbajë më shumë se 14 kg eksploziv. Pra është një gjë pa 14 kg eksploziv. 14 kg eksploziv. Pra është e pa vlerë në atë aspektin. Që ata pretendojnë që do ndryshojë gjëra me 14 kg eksploziv. Pra në rast se ti e hedh në një vend parkimi vetëm 2 makina mund të dëmtosh. Pjesët e tjera makinave mund të ciflohen por nuk dëmtohen. Pra janë të përdorur me këtë lloj rakete. Me këtë lloj rakete. Aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vetëm 12 copë raketa të tilla. E lexova këtë, po pse 12 ka gjithsej, se e lexova, po thash mos ishte kështu. Jo, 12 copë ka tilla sepse është në fazë eksperimentale, pra nuk është në Ideja ishte që po përpiqet që ti bashkohet. Vjet është përdorur në herë të parë, vjet është testuar për herë të parë raketa. Testimet e saj, 3 testimet e saj kanë dalë suksesshme. Në një rrezë është testuar në një rrezë 500 kilometra, pra nuk është testuar më gjatë, kur është testuar vjet, ka dalë suksesshme. Testimi është bërë pa mbushje eksplozive, ashtu është testuar raketa. Dhe aktualisht ka 12 copë të tilla, sepse thash është në fazë eksperimentale raketa akoma. 12 copë ku njëra është $15 milion. Ka bërë një marrëveshje me kompaninë e cila i prodhon këto dhe kapacitetet që mund të prodhojë kompania janë 60 copë në vit. Pra kaq ka kapacitetet të prodhojë të tilla raketa. Hipersonike. Pra dhe edhe në rast se do të kishte 60 raketa të tilla, më thoni, pra i thoni këtyre komentatorëve që kanë thënë, ku është ndryshimi? Pra 60 raketa. Pra nuk mund ndryshojnë asgjë. Por pse do po përdoren? Nuk po përdoren për të ndryshuar diçka. Pra nuk është një armë e veçantë që do ndryshojë. Në momentin që s'ke kapacitet, po përdoret për të testuar në kushte lufte. Pra herë të parë, do përdoret. Pikërisht, pra ti e ke testuar në kushte normale se dhe përdor tani në kushte. Po tashmë ti do ta testosh në kushte lufte, dhe në kushte lufte ti nuk mundesh të përcaktosh, sepse kur e teston në kushtet optimale, do të thënë që ti ke ruajtur ditën pa erë, ti ke ruajtur ditën me pak lagështirë, ditën më të mirë, ditën me diell, ditën me ashtu, pra i ke ruajtur të gjitha parametrat që të dalësh suksesëm. Ndërsa kur do ta përdorosh në luftë, ti nuk i shef dot më parametrat e kohës. Pra parametrat e kohës janë negativ për ty, sepse atë ditë mund të ketë me erë, atë ditë mund të ketë me bllokim, atë ditë mund të ketë me shi, atë ditë mund të ketë, pra mund të ketë era shumë në mështi ku do kalojnë. Pra në të gjitha këto janë negative për ty dhe ti do ta testosh këtë raketë në kushtet reale të luftës. Do ta testosh, kur e ke testuar, ti e ke testuar në aspektin që ke testuar vetëm rrezën e raketës, goditjen e raketës, pra kapacitetin e manovrimit të raketës, sepse raketat hipersonike janë të manovrueshme në këtë aspekt. Ajo mbori përshtypje që manovrojnë. Tashmë ti do ta shohësh këtë manovrim të saj në kushtet reale të një mbrojtje kundërajrore, sepse ti e ke bërë te jotja edhe kur e ke bërë testimin tënd, po e ke bërë vetëm teorikisht, që e ke kapur, por ama tashmë do të shohësh ky tjetri a arrin ta arzoj, si arrin ta arzoj, arrin ta bllokoj, arrin të ndëroj, do ta bësh testimin me anë të luftës elektronike. Pra ti ke përdorur edhe ti kur e ke testuar, kur e ka testuar në Amerikë, ke përdorur luftën tënde elektronike, po ama me atë bllokimin tënd elektronik. Ndërsa tashmë do përdorësh një bllokim elektronik të tjetër, cilin ti nuk e ke idenë se si funksionon. Prandaj kjo është po përdoret vetëm për të testuar në kushte reale të luftës, jo për të ndryshuar, nuk sjell asnjë ndryshim, nuk sjell asnjë gjë. Para që janë pak, pra shumë 12 copë ka. 12 copë, dhe do të kemi gjë parasysh që këto 12 copë janë raketa tok-tok.
Pra kjo është raketë që do lëshohet nga një bateri në tokë. Dhe në momentin e lëshimit të kësaj baterie, do të kemi parasysh që edhe iranianët e kapin këtë kapacitet të lëshimit dhe nesër vendi i lëshimit, pra kjo bateria e lëshimit që ka 2 raketa, kjo nesër mund të jetë menjëherë objekt i një goditje balistike nga ana e Iranit. Dhe aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vetëm 2 të tilla. Pra vetëm 2 të tilla me nga 2 shtratë lëshimi, si shihni. 2 lëshues. Po, vetëm 2 lëshues. Dhe në rast se ata ta heqin njërin, ta dëmtojnë njërin po tjetrën, çfarë do bësh? Pra të mbetesh me një. Pra rreziku i përdorimit është i madh. Por duke qenë se përdoret me shumë kilometra atë, nuk është vendosur akoma, pra se ku do të dislokohet. Nuk besoj se do ta dislokojnë në një vendet e gjirit, por i vetmi vend ku ata mund ta dislokojnë dhe që kanë garanci për këtë është vetëm në Izrael, pra që mund ta dislokojnë në Izrael dhe ta përdorin të lëshojnë nga Izraeli, duke qenë se e mbrin sepse është 3500 kilometra rrezja, pra nuk është se është jashtë rrezës, është brenda rrezës dhe vetëm atje do ta përdorin. Dhe pse ju duhet ta përdorin atje? Sepse në momentin që duhet të lëshojë nga Izraeli, Amerika lëshon edhe raketat e tjera. Pra do të përdoren në një të kohë që do lëshojnë edhe raketat e tjera, që të mos mund të dallohet cila është raketa. Pra tek atë nuk do ta lëshojnë, absolutisht, pra do lëshojnë një seri raketash të tjera dhe në grupin e tyre do lëshojnë edhe këto 2 raketa. Pak a shumë ato që bën Irani. Në mënyrë dhe pastaj do shohim se si funksionon, se si në zona caktuara ku ata kanë ndërmend të godasin, pra thjesht po përdoret për ta testuar në kushte reale lufte dhe jo nuk për të bërë ndryshim. Nuk sjell asnjë ndryshim, nuk sjell asnjë gjë tjetër të re. Po ama a mund ta konsiderojmë këtë dritan një hap që e afron, le të themi, i afron fuqi të tjera përveç Rusisë dhe Kinës afër zhvillimit të raketave hipersonike? Aktualisht në fushën e raketave hipersonike është Rusia, është Kina, është edhe Korea e Veriut. Irani ka një raketë hipersonike, por kjo raketë hipersonike është në fazën terminale. Pra, në fazën terminale them pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të vendit ku do godasësh. Dhe në moment që ti hyn në këtë hapësirë ajrore, duke përdorur edhe inercinë edhe shpejtësinë, mbrin një shpejtësi mbi 12000 km/h, 15 km/h. Dhe ka disa koka të manovrueshme. Irani quan këto hipersonike. Realiteti është që ato nuk janë hipersonike. Pra realiteti hipersonike është një raketë, si punë e kësaj që e kanë edhe rusët. Raketë hipersonike është ajo raketë e cila përdoret pra jo vetëm balistike, po përdoret edhe raketa që është raketa kruz, pra hipersonike, që ti mund ta manovrosh me shpejtësinë që shkon shpejtësia mbi 170 km/min gjatë gjithë kohës. Pra kjo raketë ka, kurse raketat që përdor Irani, pavarësisht se i quhen hipersonike, janë hipersonike vetëm në fazën përfundimtare të saj, në fazën e goditjes. Kurse në fazën e parë nuk janë, sepse në fazën e parë raketat që lëshohen balistike e kanë shpejtësinë 4-5000 km/h. Por që ti jesh hipersonike duhet të kesh shpejtësinë mbi 6400 km/h. Që në fazën e lëshimit. Po. Pra, pavarësisht se edhe Irani e mban veten të hyrë, po pjesërisht është në këtë, nuk është totalisht. Nuk është pjesë e klubit të raketave. Nuk është pjesë e klubit të raketave hipersonike në total 100%. Pra vetëm në fazën finale të hyrjes së raketës ajo merr kthehet hipersonike, po. Kurse hipersonike bazë kanë vetëm 3 vende aktualisht. Kina, Rusia dhe Korea e Veriut. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë në fazë eksperimentale, pra në rast se kjo do shifet se si do funksionojë në kjo është tjetër regjie. Edhe kjo lëren çik këtë, se do të shpjegojmë edhe për këtë. Si do funksionojë në kushte reale të luftës, atëherë do shifet a funksionon apo nuk funksionon. Dhe atëherë mund të themi që në rast se kjo do të jetë suksesshme, pra goditjet që këta do bëjnë me 2-3 raketa sa do përdorin ta, aktualisht kanë 12, mund të përdorin 12, pra varg sa do përdorin, dhe do shohim a kanë pasur sukses. Në rast se kanë pasur sukses, atëherë mund të themi që edhe Amerika ka hyrë në këtë klubin e vendeve hipersonike dhe tashmë duhet të nisi të prodhojë. Dhe po hyri në këtë kornizë lufta një dhe mesme dritana, ka gjetur Shtetet Bashkuara të Amerikës një kundërpërgjigje? Jo, nuk kanë gjetur asnjë kundërpërgjigje, se si thash kanë vetëm një lloj rakete të tillë. Pra është vetëm një e tillë. Dakor. Jo, ideja është nëse zhvillojnë nesër. Po pra ky zhvillimi pastaj që ti ta zhvillosh të raketë, është edhe për forcat ajrore edhe për forcat detare, ky kërkon kohën e vet, e cila nuk është çështje muajsh, është çështje vitesh. Dakor. Pra, ideja është ja jemi te fillimi, po. Jo. Po mund ta konsideroni si fillimi, pra në rast se doni të bëni qefin Amerikës, mund ta konsiderojmë te fillimi. Kjo që shihni është GBU 57. Po, GBU 57. Dhe pse them GBU 57 është bomba më e madhe që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pse tash ta mbajmë? Aktualisht para një javë iranianët kanë arritur të marrin një nga GBU 57, të cilat janë përdorur vjet për të goditur Isfahanin dhe nuk ka shpërthyer. Dhe iranianët kanë arritur ta nxjerrin, të pashpërthyer dhe tashmë e kanë nxjerrë dhe e kanë zbërthyer dhe tashmë bëjnë atë reverse engineering, pra inxhinierinë
Po e zbulojnë se si funksionon gjitha pra. Dhe mund ta ndërtojnë absolutisht pra, kjo bombë aktualisht tashmë doli e pavlefshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra deri më sot mbajnë si nga bombat më të mira, më të fuqishme dhe ishte bomba më e fuqishme toksore që lëshoi dhe bomba më sekrete tashmë përfundoi edhe sekreti i saj. Pra, duke qenë se kjo bote auto-reversi, absolutisht, po të kuptoni që në këtë auto-reversin Irani është me Kinën dhe me Rusinë. Po, dakor, ajo atë pra edhe kjo bombë Gumbu 57 e humbi vlerën e saj që tashmë kishte. Dritan, ndërkohë kalojmë pak tek një lajm tjetër që lidhet me pasojat e kësaj lufte. Emiratet e Bashkuara kanë marrë vendimin të dalin nga OPEC-u, çka është organizata që deri dje kontrollonte dhe mbante nën kontroll çmimin e naftës në kuptimin që kontrollonte, vendoste limite për prodhimin e naftës. Si e vlerëson këtë akt, sepse kemi folur për kërkesën që ministri Bin Zayedi i kërkoi ministrit sekretarit të ekonomisë amerikane Scott Bessent për dollarin, nëse kujtohet herën e fundit. Aktualisht dalja e Emirateve, pra pavarësisht se është bërë në këtë periudhë, pra Emiratet kanë shfrytzuar këtë periudhë, Emiratet kanë prej vitit 2020 që kanë bërë kërkesë dhe kanë tentuar të dalin nga OPEC-u. Pra nuk është se erdhi sot. Po. Pra themi realitetin, në vitin 2020, në takimin e OPEC-ut të mbajtur në vitin 2020, Emiratet e artikuluan qartësisht që neve duam të dalim nga OPEC-u. Për këtë arsye, për të rritur kapacitetet prodhuese dhe kapacitetet e shitjes, pra prodhon më tepër, shet më tepër, pra për mos pasur një limit të përcaktuar nga OPEC-u, sepse Emiratet në 2020 ndonin të dilin nga tutela e Emirateve e Arabisë Saudite, sepse Arabia Saudite si prodhuesi më i madh i naftës globale aktualisht kryeson OPEC-un dhe është Emiratet e Bashkuara dhe është Arabia Saudite e cila vendos edhe kuotat e prodhimit dhe të shitjes të naftës kryesisht në këtë OPEC, se bëhet pra OPEC-un dhe OPEC Plusin. Po. Do të kemi gjë parasysh që në këto OPEC-un dhe OPEC Plusi Shtetet e Bashkuara të Amerikës si prodhues të naftës nuk janë antar. Pra gjitha vendet e tjera të botës janë, te OPEC Plusi hyn edhe Rusia, po, edhe Kazakistani, edhe Nigeria, edhe Nigeri, gjithë ato, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bëjnë pjesë as te OPEC-u dhe as te OPEC Plusi. Pra qëndrojnë jashtë saj. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dashur me vite pothuajse që ta zhbëjnë OPEC-un. Dhe e konsiderojnë OPEC-un si një kartel. Pra si janë kartelet e drogës, ta e konsiderojnë si karteli i naftës e quajnë. OPEC-un. Dhe kanë dashur që ta zhbëjnë dhe Emiratet e Bashkuara për dy arsye. Pra e para shfrytzuan situatën që ka ndodhur aktualisht për të dalë nga OPEC-u. Pa pasoja të mëdha, sepse në rast se do ta bënin tentuan ta bënin 2020, por në rast se do bëjnë 2020, atëherë Emiratet e Bashkuara do t'i bënin bllokadë gjitha vendet e OPEC-ut. Siç i bën Katarit. Edhe Katari tentoi të bënte një të gjë, dikur dhe nëse mbani mend e bllokuan Katarin 2020-ën. I bën një bllokadë detare ajrore nga gjithë anët. Nëse del, po. Nëse dilte. Dhe ishte vetëm Turqia që arrinte t'i çonte ushqime Katarit. Njëta gjë do ndodhte edhe me Emiratet e Bashkuara. Pra në rast se i bllokoi nga Iman, nga Omani, nga Arabia Saudite, hapësira ajrore nuk ka ngadel më. Po. Edhe nga Irani pra s'ka ngadel më. Dhe për këtë arsye, ata zgjodhen këtë luftë për të dalë nga kjo. Pra e para se kanë dashur të dalin me kohë. Arsyet i shpjegojmë pak më vonë. E dyta, edhe për arsyet asaj që thatë për shkak të dollarit, pse aktualisht kanë mbetur pa dollar. Dhe duhen para. Dhe me sasinë që ka përcaktuar OPEC-u, ata shesin shumë pak dhe nxjerrin shumë pak për arsye se kjo sasi është reduktuar për shkak të luftës, sepse tashmë ata nuk mund ta nxjerrin nga gjitha portet, vetëm nga njëri port nxjerrin, vetëm nga porti i Furxhaut. E kam atë hartën aty. Vetëm nga porti i Furxhaut mund të nxjerrin. Vetëm aty, edhe aktualisht aty që mbaj pasojnë komplet atë gjirin e Hormuzit. 30% të kapaciteteve të tyre mund të shesin që aty, sepse ai që ka kapacitet pra. Kjo këtu është në Furxhaja. Pra ky është porti. Dhe këtu, ata kanë edhe kanë porte të tjera, kanë këtu, kanë Dubai, kanë Abu Dhabi, pra porte që nxjerrin. Edhe këtë, po kjo mbulon vetëm 30% të sasisë të naftës që ata mund të ta eksportojnë. Okej. Aktualisht, pra sërish pra mbetet e dobët dhe kur ti e ke të limituar sasinë, pra Arabia Saudite limiton sasinë që ti do shesësh. E të nxjerrësh, atëherë ti nuk ke kapacitetet të tua përfitime ekonomike, pra që të rritësh sasinë tënde të lekut, sasinë e dollarit. Po. Dhe për këtë arsye dalja nga kjo, rrit prodhimin dhe shet më shumë. Pra duke shitur më shumë, normalisht që hyrat, paratë do të jenë më të mëdha të dollarit. Kjo, kurse kryesorja është
që aktualisht, pse kanë dashur dalin? Prej 2020-s, këta kanë një marrëveshje me Izraelin. Pra në të gjitha, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara janë bërë si një proxy i Izraelit në Gadishullin Arabik. Dhe këtë e vërtetën gjatë luftës me Iranin, Izraeli çoi edhe një aerondom në Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe ky aerondomi është për herë të parë është operuar nga ushtarak izraelit.